إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të vëllezër, në këtë kohë të vështira, kur gjërat të lloviten dhe zakonisht hapen thashë themet në mesin e njerëzve dhe fillojnë njerëzit të zihen me zvete nga shkaku i situatës së paqartë, u themi si porosi dhe këshill atë që Allahu Dhu Xhelal na ka thonë wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. O ju besimtar, dijeni se kjo është rruga e Allahut Dhu Xhelal e drejtë. Këtë rrugë ndjekeni dhe mos ndiqni rrugicat që ju përçojnë nga rruga e drejtë. Kjo është porosia me cilën ju porosit Allahu që të jeni më takva, më të devotshëm. Andaj të gjithë na besimtarët në këtë kohë të llovirave dhe sprovave dhe të lasheve dhe muhabeteve duhet të lidhemi Kur'anit fisnik dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të ruajmë unitetin mes neve dhe të mbrohemi nga dezinformatat dhe muhabetet e kota që i bën njerëzit në përqoshet të ndryshme të mahallave tona, apo ata që i përhapin si dezinformatën në portalet e ndryshme dhe me to krijojnë panik në mesin e muslimanëve dhe besimtarëve. Të nderuar vëllezër, ne në të gjitha momentet e jetës duhet të lidhim zemrat tonë me Allahun Dhu Xhelal dhe të ndjekim librin e tij. Kjo është për neve shpëtim në këtë botë dhe shpëtim ditën kur dalim para Allahut Dhu Xhelal. Hudhayfa ibn Yaman, sahabe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte ditë sekretet dhe haberet dhe e veçantat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtratin e vdekjes, i vjen Ebu Mesud al-Ansari radhiyallahu anhu dhe i thot: "Ja Aba Abdullah, na jep një porosi." Atëherë tha Hudhayfa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, tha dije se devijimi i vërtet është të pranosh sot atë që dje e mohoshe, të mohosh sot atë që dje e pranojshe dhe të ngjyrosesh në fe dhe vazhdo të jesh ndjekës i fesë së Kur'anit dhe Sunnetit dhe mos kesh ngjyra tjera, sepse feja Allahu Dhu Xhelal është një. Andaj, duke pas parasysh këtë kohë të vështirë të fitneve dhe të lasheve, njerëzit e refuzojnë të vërtetin me lloj-lloj arsjetimesh dhe i nënçmojnë njerëzit tjerë me lloj-lloj veprimesh, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el kibru batrul haqqi wa gamtin nas. Kibër, mendjemadhësi, është refuzimi të vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Andaj në këtë kohë ne duhet të jemi modest njëri me tjetrin, dashami njëri për tjetrin, mos t'ja vëndojmë ndërskam se njëri tjetrin, po ta ndihmojmë në punët e xhairit dhe ta mbrojmë në këtë rrugë prej tjerëve që na mendojnë na bëjnë keq. Andaj, duke pas parasysh kësaj lloji të njerëzve, atëherë zakonisht i jepet udhëheqësia e popullit në të gjitha segmentet dhe elementet atyre që nuk e meritojnë, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot: "Idha usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a." Kur t'i lihet amaneti i udhëheqjes së popullit dikujt që nuk e meriton, atëherë pritet kiametin. Kam frikë të madhe se edhe populli jon këto vende fatkeqësisht të momente udhëhiqet për njerëzve që nuk e meritojnë udhëheqjen e tij, andaj e sjellin momente delikate, në momente të frikës dhe panikës, të trishtimit dhe të dameve, pasojat e të cilave nuk i din askush tjetër veç Allahu Dhu Xhelal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar për këto kohë të vështira, kohë të viteve të mashtrimit dhe ka thonë do të vinë senawatun khadda'at, vite mashtruese, ku në këto kohra do të besohet gënjeshtarve dhe do të përgënjeshtrohen besnikët. U besohet amanetit tradhtarve dhe llogaritën tradhtar njerëzit besnik. E flet Ruwajbida, i than
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është ky Ruwejda? Tha njeriu me ndjelet i cili flet për çështjet e mëdha të umetit. Andaj kjo situatë do të sjell njerëzit pa vlerë, njerëzit pa dituri, njerëzit pa sakrificë, njerëzit pa kontribut, me u menduar tek njerëzit që janë më të mirë, edhe më të lumturit, edhe më të gëzuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'a hatta yakunu as'ada an-nas bid-dunya Lukka ibn Lukka. Nuk ka me ndodhë kiameti derisa nuk llogaritet njeriu më i lumtur Lukka ibn Lukka, që ka për qëllim me tregu njeriu pa vlerë, njeriu me ndjelet, njeriu i marr, njeriu i çmendur, i cili ku ta shohin njerëzit nga jashtë do mendojnë se është më i miri për njerëzve. Thënë ulemat, ai njeri i cili ka pasuri dhe pasurinë e tij harxhon për veshmbathje dhe ushqim, për me kere luksoze dhe shtëpi të mëdha, dhe kujtoj njerëzit se ky qenë ka më i lumtur dhe më i miri, a realisht ai kur gjon nuk kontribon për të mirën e vatanit dhe për të mirën e popullit të vet. Andaj kjo jetë ka momente të vështira ku njeriu i urt duhet ta dinë ka e çon ujin, duhet ta dinë çfarë vendime ka me marr, edhe nëse ka gabue, edhe nëse ka marr vendime të gabuara, dera e pendimit është qelë, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Të gjithë bitë Ademit janë gabimtar, e më i miri për tyre është ai që pendohet. Andaj secili prej neve, nëse kemi marrë vendime të gabuara në kaluarën në jetën tonë, duhet ta korrigjojmë gabimin. Duhet të pendohemi dhe të kthehemi te Allahu dhe nga Kur'ani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të marrim udhëzimet që të vazhdojmë jetën tonë këtë botë duke fituar kënaqësinë e Allahut, edhe nëse hidhrohen njerëzit dhe duke u ruajt nga hidhrimi i Allahut, edhe nëse kënaqen njerëzit. Kjo duhet të jetë porosia dhe mesazhi jon. Këto duhet të jenë shenjat edhe llambat që na ndihmojnë rrugën tonë për të pasur një jetë të lumtur këtë botë dhe për fituar xhenetin inshallah në ahiret. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima.